Kërkesa për bunker privat në Spanjë është rritur me 200% që nga fillimi i pushtimit rus në Ukrainë, duke reflektuar frikën e qytetarëve ndaj një konflikti të mundshëm në Europë. Ky trend po shtrihet edhe në vende si Gjermania, Franca dhe shtetet baltike, të cilat konsiderohen më të përgatitura për emergjenca të tilla. Sipas Euronews, shumë familje po investojnë në strehimore të sigurta në mbrojtje ndaj rrezatimit bërthamor, duke përfshirë dushe speciale, mure betoni dhe çeliku, si dhe dyert të blinduara. Një shembull është një bunker i ndërtuar nga VIP Bunker, i cili ofron kushte jetese për një muaj të tërë, me 1000 litra ujë të pishëm dhe sisteme të pavarura të energjisë. Menaxheri i kompanisë Fernando Diaz e përshkruan atë si një apartament të sigurisë të lartë, por çmimi i një bunkeri të tillë arrin deri në $150,000, që e bën të papërballueshme për shumicën e njerëzve. Për këtë arsye, shumë qytetarë krijojnë hapësira të sigurta në shtëpitë e tyre dhe ruajnë ushqime me afat të gjatë skadence. Ndërkohë, Bashkimi Evropian ka këshilluar qytetarët të përgatisin komplete mbijetese 72 orëshe dhe u ka bërë thirrje qeverive të rrisin bashkëpunimin civil e ushtarak për përballimin e krizave të mundshme.